Avokati Arjanit Koci me avokatin Bisar Recaj kanë vendosur që hyrjen e Kuvendit të Kosovës ta mbyllin në formë simbolike, duke kërkuar nga deputetët që të rrinë brenda derisa të gjejnë një zgjidhje për bllokadën e krijuar. Disa i dhanë të drejtë. Jo, për Bajramin që marrë jo, keni pas për nesër e keni shtypë për sa. E disa të tjerë në një formë nuk e përkrahën. Këtë ma volin që e për mirë atër mos dele, pra. Unë s'dalë, ka ja fjallë, dalë anej. Nuk është jo si qytetar, bashkëpuna jam është me lyp përgjithësi për temën e diçka tjetër, po i thonë bashkëpuna jam me fjongë si simbolik, bashkëpuna jam është. Gjithsesi, mesazhi u dha, ata në cilësinë e qytetarëve e bën këtë akt për të kërkuar zgjidhje sa më të shpejtë të problemit. Madje sipas Kocit, kjo situatë e krijuar në Kuvend mund të jetë edhe shkelje e ligjit. Këta potencialisht jo vetëm që po i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po kryejnë edhe vepra penale, mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Ndërsa në hyrjen tjetër të Kuvendit, dikush tjetër pati një mesazh po ashtu për deputetët. Në këtë protestë, Orest Havolli kishte dalë i vetëm. Subjektet politike, qoftë pozitare apo opozitarë dhe pozitare, janë të papërgjithshëm ndaj pyetjeve si qytetar, sepse ata paguhen me taksat tona dhe kanë obligim moral dhe ligjor të përgjigjen në pyetjet e mia ose nga çfarëdo individi. Sot për herë të 27 ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ka absenin, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet